të aktivizojmë praktikisht besimin në botën tjetër. Nga se ne kemi përlemi këtu, na besojmë botën tjetër, por është teorikisht e ide aktivizuar. A kuptuar? Duhet tjetë praktikisht i aktivizuar, dërsa ajo është teorikisht ide aktivizuar. Po të ishte teorikisht i aktivizuar së në kuptuar. E në dhe më kur është teorikisht ide aktivizuar. Qëka në kuptuar? Ekziston këtu, por është off, i fikur. Dhe gjithashtu është në fushë të teorisë, ati vetëm, ku na e dim se ekziston. Edhe në atë fushë ku e dim atë është i fikur. Atë çfarë ndikimi do të ketë? Deri në cilën mos ka qenë i aktivizuar ky besim tek parë tonë? Deri në atë mos sa që ata çdo ditë e kanë parë. Para mëna kur dikush e shën xhenetin me sytë vetë këtë botë. Janë të kuptim të pasha si këtë, po kanë jetuar pothuajse po e shohin. Malik ibn Dinar ka thonë, unë nuk e di si mund të flanë rahat një njëri i cili e din, por e din si pas kuptimit tyre, jo si pas kuptimit tonë, i cili e din se xhenetin mbi terë duke u zbukuruar, ndërsa xhenemi në terë vazhdimisht duke u ndezur. Që fletë një rahat? Ata si e një shembull, ka se na me xhenet s'mund me kuptu mirë, se nuk jene në atë botë. Apo, na du të besim që ka nga kjo botë për ta kuptu drejta. Për shembull, ti flenë në katin e 5 të palatit tënd. Apo katin e 5 të tjetër. Në katin e 6 dhe në katin e 7 janë disa njerëz që janë duke përgatit një dhuratë marramendse për ty që ti kur s'ke pasë dhurata se të ndëgjuar. Ti e ke ndëgjuar dikush me marrë dhuratë 5 milion euro, po ke ndëgjuar. Do thotë kjo është shumë e vogël. Është ditë që kur s'ke ndëgjuar, askush këtë botë këtë lloj çmimi se ka marrë. Kur duke u përgatitur kjo në katën e 6, mbi ty. Një katë mbi ty njerëz duke përgatitur një dhuratë që ti kur s'e ke ndëgjuar për të, askush s'e ka pa, madje as nuk mund ta imagjinosh çfarë ka me dhuratë. Dhe atë duke punuar nalt. Apo do ti po shtrihesh me flajt po. Atë gjumin. Nuk zë gjumin, po s'mu flajti. Nuk zë gjumin nga dëshira, fillimisht aktivuar çfarë është. I para me 10 milionara, fillon në pushish rahat jam. Thuaj jo me këra skaç, nga se më ka thonë sa do të shkon mendja, ma tepër është. Apo pastaj këto të kalkulu, kur ti marr çfarë do të bëj, do ta ndërrej shtëpinë, do të bëj këtë me një plane, të notë gjumës në zera. Pse një katë me ty, apo të nuk pëjshë ata për shkakturin, për ata ty janë. Ata të kanë emru, ja ku jemi ne, jemi duke pregadit një durat të madhe, t'i flera, si të posët kanë emru ata, nuk në gjithë ata cilë, po s'flera më. E pas kësaj, ata në katën e 4, në katën e 5, ata në katën e 4 kanë thonë, apo kemi me të rahje që askush në këtë botë së rahë. Balke po filma, kur që filma, që shra me të rahë të në. A të zë gjuhë? Flera, së galet, më rahë, flenë, e ndronë krahën, rahë flenë. Pse e kete aktivizuar praktikisht besimin e të. Për këtë rësujë, a të zështë të apo? Ndërsa ata e kam pas të aktivizuar nga part majritë. A jora me flejtë, e ka paramenuar. Ta shumë po flejtë, ndërsa Allah po i thëtë gjenetit zbukurohë për të mirë dhe e zbukurohë. Sigur se, Allah Gjellewala e thërën Gjibrilin. Paramenuar, kjo ndodhë në qëtë ditë. Po, e thërët Allah Gjellewala Gjibrilin e thëtë, shkën gjenet. E shikon Gjibrilin gjenetit, ka bukurit e shumë të parmenat Gjibrilin që qëtë gjithë shemë. Gjibrilin nuk e shemë që këtë botë Allah. Apo, Gjibrilin shemë bukurit, mahnice, edhe në qilë në tokë që Allah ka krijuar. Paramendoni kur të mahnitet Gjibrilin. Pashaku, apo të shemë nga dunjani me kuptu. Një njëri i cili kur njët vetë nuk ka po telefon. Kur? E s'ka po telefon, kur? Nuk dhe s'ka është. Ati njëri u mi adhoni dhe serin e partë të telefona Nokia i duke se është njëri me i pasë në kur, të po?
Se kur s'ka pas. Është normal që ai të gëzuar të dalë në rrugë pja çfarë kam, mundem që më një pull që duke shtypur, të flas me dikëra është e mundshme që ne kam këtë. Subhanallah, mendoj se një më pas më pse? Se në krahasim me gjendjen paraprakë si ka qenë i varfër ke duke se ka të dunjë. Mirë po, hajtë prova këtë telefon, t'ja ja për zhëllat fëmisë tënë, qëfar bërë, e përplasë për tokë, qëka është kjo tunë? Apo, se pranoj këtë, pse? Nëse e ka po iPhone 5. Për këtë arsye, e të është paramënet Gjibrili që ne ka po, apo, atë që ati kusë mund të imaginash, nga bukurit mahnitse të mbretrisë Allah Gjellewala në qia. Kur ky pasanik, dhe kur kryqëri ka po çdo gjë është krijesa e vetme që mund të shëtitë për të gjithë të dhënë që Allah ka krijuar. Askush nuk mund t'i afrohet Allahut sa Gjibrili. Kur ky mahnitet nga xheneti, para mëna sa është i bukur e Allah. E si do t'i bëni fukara që kur s'ka bërë më shumë se një pjesë vogël të dunjas atë. E pastaj thotë largohu. E thit pas një kohë, ja Gjibril, e ta shikoj edhe herë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo mahnita shumë fisht më tepër se era po. Nga fjala e Allahut vetëm të zgjeni. Veç një fjalë Allah ka, zbukurohu. Dhe Gjibrili i ka humbur jam kuptuar se nga bukuria e që ka po. Për pak çasta. Para më kur çdo çast kështu zbukurohu mbi ty kështu. Po mbi ty është për ty të zbukurohu. Allah kjo ka një ndikim posaçëm të tura. Edhe në anën tjetër, xhenemi është duke u ndezë. Paramendo, në kohën e pejgamberit sallallahu ka kaluar që 1400 vite, apo? Paramendo në atë kohë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishteket an-naru ila rabbiha. Është ankuar zjarri tek Zoti i vet. Pse është ankuar? Ka thonë akala ba'dan. Çfarë do të thotë? Nga ndezja e fuqishme e zjarrit është ankuar zjarri tek Zoti, duke thënë një pjesë e inja apo po e ngren pjesën tjetër. Shiko zjarri, po e ngren zjarrin. Nga ndezja e madhe Zotit. فأذن الله لها في نفسين أترى الله جل وعلا ja ka liruar që dy herë shfryhet atë. Para një me thonë, baje frimën. E mban frimën, do të përcasë Allah. A një herë pa, shau për një herë. Kështu ka kërkuar zjarri që një frimë të ashtë spaku për të liruar pak ka energjin djekse që ka brenda saj. Dhe Allah ja ka liruar dy herë që të të bëjë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vapa më e madhe që e gjeni në tokë, temperatura më e madhe është e xhenimit, një frymë më të madhe. Apo një frymë e xhenimit është dielli. E paramendo si janë mushkrit mbrapa atje, që prej saj dalin këto frymarrje. Dhe i ftofti acari më i madh që e ndihmë këtë botë është fryma e dytë e xhenimit. Ai që jeton kështu për botë të gjërave. Në në komë si një pezga më e bukur. Nga se xhenimi e thëmë këtë bukurësia. Bukuria e xhenimit e thëmë këtë bukurësia. Njëri që shkon të Vareza dhe i shikon këtë Vareza, duhet shikon për tej dheu që është në Vareza dhe të mu. Që të dikon zamë e ti. Ti ishe dy varë njëri për tjetër. A dinë se ndoshta njëri aty është duke u dënuar dhe në të dhimshëm. Njëri aty mund tjetë që janë futur brejt njëri tjetër nga dënimi madhe Allah Gjellewala, nëse tjetëri afër ti është duke u begatit madhe që çdo të Allah Gjellewala i e hapë ditore ka gjenit që shikon në vetën e ti që Allah ka pregëtit për te. Ti e di se këtu do të jetë përfundimet. Këtu do të përfundohet të gjitha ëndrat e tuaja, të gjitha planifikimet e tuaja. Këtu do të përfundohet tëra ajo që ti ke imagjinuar këtë botë që ta arrish, apo krejt këtu vjen. Krejt